Shiko, qysh me shtu madhnimin e fjallës Allahut kur i lexon? Një ajet kur të lexosh, ka dalë ose s'ke lexuar diçka, ke lexuar diçka të rëndë. Thot, kur ta mendoje se sa i madh është arshi i Zotit, froni i Zotit, kursia e Zotit, 7 palqijej dhe tokat, dhe krejt çka ka në mesin e këtyre, prej egjineve, dhe prej insanëve, dhe prej shtazëve, dhe prej pemëve, dhe këtë universin kur e menon. Dhe kur e di se krijuesi i këtë këtyre është çka shka ka folë këtë fjalë. Kur e di ti vëzë se çka ekziston në dorën e çti shka ka folë këtë fjalë. Ço po çaj të morzit Allah. Po ku ja të shku mend që dërgon? Po këtë çka ti mundesh me thon, me çati kë ka kriju. Zoti i cili ti të menu për ta është ai autori fjalës. Ka dalë më sugut. Po këtë arsye thot, kur ta kuptoje se ai i cili ka kriju të gjitha këto dhe ka fuqin mbi to, dhe ai i furnizon, dhe se ai është një, subhanahu wa taala, dhe se gjithë çka është në grushtin e tina, si doje mëshiron, si doje donon me drejtsinë e tina. Thot, çish i lexon Kur'anin që njëri, që thot gjithë këtë libër e ka zbrit çka kriju si madh, e merr edhe një ajet e menon ta natën dhe nuk e ban Kur'anin shigjet për tu grind dhe për kriju zanka me të tjera. Thot, dhe kur e mendon se në hadith ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, haula'i fil janna wala ubali wa haula'i fin nari wala ubali. Ka në hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu subhanahu wa taala i dan banorët e xhenetit dhe xhenemit. Allah na bëf xhenet livi ya rabbul alamin. I thot disave, këto janë banor të xhenetit. Dhe la ubali dhe zot. Ibn Qayyim el-Juzeyy kur e shpjegon la ubali, bila thot është diçka leck që gjuhet. Lecka e cila është e vjetër, apo as nuk arnohet më ajo. E la ubali, arabët di kur thon la ubali, e marr një letër, edhe tu u thu e gjun edhe nuk e këshir bile. Ço përpara. Shikoj vëzër, Allahu që i merr ato që janë për xhenet, Allah na bëf fitnë. Edhe i fut në xhenet dhe thot, çka to janë xhenet edhe a ka dikush më reagua? A do dikush më përzije? A mund dikush më ndryshu këtë punë? Jo. I fut disa të tjerë që janë shumica, i fut në zjarr, thot wala ubali. S'ka kur kush të përzihet këtë punë. Thot kur e menon ti se çka ka folën në Kur'an, është çiki me këtë kudret, si e lexon ti këtë fjalë? Si e lexon ti kur thoi Allahu xhela bana çta se e ki farz? Kush e thon? A madhështia e tina. Po këta si vëzër, njëra prej ndjenjave apo madhnimeve të zemrës dhe shpirtit që ndihmojnë për ta kuptuar fjalën e Zotit subhanahu wa taala është madhrimi i folsit. Madhroje folsit. I të lexu Kur'an, ka dale, qetësoju, pastroje zemrën, largoju nga cytje, largoju nga vezveset, largoju nga mendimet e këqija dhe koncentroju dhe përqendrohu te fjala e Allahut subhanahu wa taala.